Atëherë, zotëri Sela, kemi debat të ri dhe sa i përket ndarjes së njësive zgjedhore në zgjedhje parlamentare, edhe pse nuk kemi zgjedhje parlamentare për momentin nuk janë paraparë. Po flitet për ndarje të njësive zgjedhore, fillimisht u hap nga kryeministri Mickoski, pastaj dje u mbështet edhe nga BDI-ja, ku së fundmi flitet për një njësi zgjedhore në vend se 6. Ju fillimisht më herët keni përmendur që zgjidhja më e mirë do të ishte me 8 njësi zgjedhore, ashtu me sa e mbaj mend. Tani ka ndryshime në këto pozicione të qendrime sa i përket ndarja. Realisht po propozohet bashkim dhe jo ndarje i njësive zgjedhore. Nga 6 një thuhet unë bashkim. Si do që tjetë. Ne kur i shprehim qëndrimet tonë, nuk i shprehim në bazë të nevojave ditore. Nuk i shprehim edhe në bazë të nevojave ku diun disa muajshe, dhe në bazë të pozicioneve ku jemi. Po në bazë të vizionit që kemi për të ardhmen. Jemi tema e njësive zgjedhore. Ndarja e njësive zgjedhore duhet të kenë parasysh disa elemente. Një shtet edhe organizimin shtetëror që bën, por edhe njësi zgjedhore. Duhet të pat parasysh ndarja demografike që ka një shtet. Shtrira e bërësive etnike në kuadër të shtetit. Shtrira e subjekteve politike në kuadër të shtetit dhe njësive zgjedhore. Për sa kohë subjektet politike shqiptare janë inekzistente në Maqedoninë Lindore, është tepër gabim që të bëhet një njësi zgjedhore. Sepse kjo do të krijonte kushte dhe mundësi për manipulim të zgjedhjeve dhe fatkeqësisht unë shoh që me këtë propozim po tentohet ndrydhja e numrit të deputetëve shqiptar. Në funksion të kësaj ka qenë deklarata e Pavlot të Trajanovit që dikur deklaronte që numri deputetëve të jetë 8-10-9 apo ju kujtohet. Pastaj njësi zgjedhore duhet i përshtaten edhe nevojave ekonomike, specifikave ekonomike që i ka një vend. Apo në qoftë se duan që të ndërtojmë një sistem efikas dhe një përfaqësim. Natyrisht, në qoftë se kemi parasysh edhe koncentrimin e popullsisë, shprazjen e shumë vendeve të cilët janë kushtimisht thënë të provincave dhe koncentrimin brenda për brenda vetëm në Shkup, atëherë kjo njësi zgjedhore do t'i bënte të marginalizuar një njësi zgjedhore, kur unë po flas qytetet e vogla, vendbanimet e vogla dhe këto nuk quhet realisht përfaqësim. Po, Alianca për Shqiptarët ka propozimin e vet, dhe ky propozim është që të ketë 8 njësi zgjedhore. Po atë sa janë rajonet për zhvillim të barabartë ekonomik, rajonet të cilat janë ndarë në bazë të një studimi ekspertësh. Dhe nëpërmjet këtyre rajoneve, dhe jo çdo rajon do të kishte numrin e njëjtë të deputetëve, kjo do të shkojë në bazë të numrit të përgjithshëm të popullatës, sepse duhet ta themi edhe një të vërtetë. Me të vërtetë zgjedhësit janë ato që zgjedhin deputetin ose partinë fjalë ose kryetarin, por ky zgjedhur natyrisht që përfaqëson dhe bën politika për gjithë popullatën. Që si kriter bazë duhet të jetë numri i përgjithshëm i popullatës në ato njësi zgjedhore. Për rezultat, ne në bazë të disa analizave që i kemi bërë, rajoni Shkupit do prodhonte më tepër deputet, diku ke 31-32, rajoni Ipollogu do të prodhonte diku ke 21 ose 22 deputet, rajoni Jug Lindor do të prodhonte 14-15, rajoni Vardarit do të prodhonte 8 deputet, ky është numri i popullsisë, dhe nga ana tjetër, në këtë formë do të krijoheshin mundësitë që këto deputet që do të vinë nga ato rajone të merren me specifikat ekonomike që i kanë ata rajone. Për shembull, rajoni i Rrugës Ohrit ose Jug Lindor i specifik ka turizmi, dhe këto deputet do të merreshin me turizmin dhe do të luftonin që të nxisin më tepër politika zhvillimore në aspekt turizmi, ashtu si Ipollogu për shembull ka turizmin dhe bujqësinë. Dhe këto do të merreshin më tepër me këto lloj politikash etj. Kështu që ideja e një njësie zgjedhore është gabim. Po ne duhet, në qoftë se e kanë me gjithmonë, që duhet hap kjo temë. Unë mendoj që duhet me i parë cilët janë pikat e përbashkëta, që e këto propozime ne gjithë i kemi. Gjithë pa përjashtim, themi,
Listat duhen të jenë të hapura. Le t'i bëjmë listat e hapura, sepse kjo i jep më tepër të drejtë qytetarit për të zgjedhë deputetin dhe jo kryetarit partisë për të zgjedhë deputetin që ai preferon. Apo e zhvillon demokracinë. Nuk dia mund ta quaj pike përbashkët, po u përmend në pyetje deputetësh ku zonja Dauti e tha, bëri pyetje për rezidentët dhe jo rezidentët në lidhje me ndryshimet e ligjit për pushtet lokal, dhe përgjigja ishte që kryeministri është i gatshëm që edhe diasporën ta fusë në, po jo me kuzim. Ne jemi po diaspora që të jetë e kyçur direkt në votim këtu, dhe jo nëpërmjet hapjes së qendrave në vendet ku jetojnë, sepse është tregu që është e pamjaftueshme dhe plus manipulative, duke pas parasysh që zakonisht ambasadat janë nga punonjës të cilët janë nga partitë të cilët janë në pushtet dhe kontrollohet procesi zgjedhor prej tyre, por modele ka plot. Dhe një ndër modelet më të mira është modeli i Shqipërisë. Apo votim me post i diasporës dhe kjo do të ishte një model të cilët duhet me marrë dhe me implementuar edhe në Maqedoni. Kështu që edhe ne jemi kundër njësisë zgjedhore, jemi për 8 njësi zgjedhore, jemi sepse është edhe studiuar dhe do të sillte të zhvillim, jemi kundër për shkak të rrethanave demografike që kemi, jemi kundër për shkak se asnjë subjekt politik shqiptar nuk ka shtrirjen në të gjithë territorin e Maqedonisë Veriore, dhe si e tillë është e dëmshme dhe vetëm mund të çonte në zvoglim të numrit të deputetëve shqiptarë. Jemi për listat hapura, jemi për diasporën që të votojë me post prej shtëpinë e tyre dhe atje ku jetojnë dhe ta sjellin, ta dërgojnë me post votën këtu të numërohet. Për këto tema jemi gatshëm të bisedojmë, ndërsa njësi zgjedhore mendojmë që është gabim. Brenda fondit за инициативата за едноизборна единица? Да, за това сбор. Това беше, не знам, Добре, да ќе се... провериме. Или че... Ќе провериме. Това беше, добре. Mira, keni diskutuar brenda frontit ose bashkë me zotin Ahmetit çështjen e ndarjes së njësive, sepse ata janë Jo, pro jo. të jetë një njësi zgjedhore dhe me prak prej 5% të pjesëmarrësve në votime, ndërsa ju jeni me 8 njësi zgjedhore. Kjo është diskutuar brenda fondit. Jo, para një viti kemi diskutuar mes tjerave, si opcione, si gjëra, në një ndej. Shtu, por nuk kemi ullur në kuadër të frontit, që ta diskutojmë të çështje dhe të sjellë një vendim front. Natyrisht që to qëndrime ne do t'i themi edhe brenda frontit, në kuadër të frontit. Nuk duhet parë, thash edhe një, nuk duhet parë kjo çështje si çështje sotshme, tanishme, e këtyre javëve dhe muajve. Por ju e keni parasysh që të model zgjedhore kemi gati mbi 20 vite. Dhe të du të them që me gjithë metat e vetë, sepse modeli që propozojmë ne me 8 njësi zgjedhore e rregullon edhe një problematik që ka me 6 njësi, cila është ato komuna që janë ndara, për shembull, ke komunën e Çajirit që është edhe në zonën 1 dhe në zonën 2. Ke komunën e Kërçovës që e këtë ndamë edhe në zonën 6 edhe në zonën 5. Apo. Dhe modeli me 8 njësi nuk do të ekzistojë më ky problem. Prandaj them, do shumë kujdes, nuk duhet ngutur me deklarata, duhet analizuar mirë, është në papërputhshmëri totale fakti që e thash, përsëris më duket është hera e tretë, ku s'ke shtrirje në gjithë shtetin, çfarë kërkon që të kesh një njësi zgjedhore, sepse në fundit ti se kontrollon dot procesin zgjedhor që do të ndodhë në Maqedoninë Lindore. Edhe po bëre përpjekje, vetëm se do t'i fusish në hall dhe do t'i maltretosh aktivistët, për shkak se bën ta themi një të vërtetë. Qytetarët në Maqedoni vazhdojnë të jenë shumë larg asaj që quhet liri. E kur flasim për qytetarët shqiptar, shumë më larg, niseni nga vetvete. Do të kishim mundur të mbroni votat diku në shtit, në një ambient në të cilin do jeshi vetëm shqiptar dhe nuk jeni mbrojtur as nga forcat e policisë. Po kemi parasysh që gjithçka në këtë shtet, nga gjyqësori, ekzekutivi, është politizuar dhe e partizuar. Atëherë, Është ajo, po. Sa i përket për çfarë flasim? Prandaj duhet me pas kujdes këtë gjë.
Sa i përket zgjedhjeve lokale, BDI-ja njoftoi se do dalë me lista të hapura, pra BDI-ja po flasim, jo fronti. Si me lista të hapura. Me lista të hapura në zgjedhjet lokale. Për këshilltar, po. Duhet modelit parashikoj listat hapura. Dhe ne jemi po listat hapura. Doja Rosmani ishte njoftimin e Facebook se në këto zgjedhje BDI do del me lista të hapura. Për këshilltar. Kjo është vendimi i BDI-s. Mirë, dakord, po tani ky ndonjë model, jo, dakord, unë thash që ne duhet nisemi nga gjërat që na bashkojnë gjithë spektrin politik. Ne na bashkojnë listat e hapura. Jemi për listat hapura. Jemi për diaspora që të votojnë. Ndërsa listat e hapura nuk është objekti subjekteve politike a shkojnë me listat e hapura. Kjo bëhet veç me marrëveshje gjentelmene. Por lind pyetja, po së ndryshu kodi zgjedhor, s'ka se si implementohet, sepse ku dhe dim ne se nga ato një varet sa këshilltari kanë. Ku dhe dim ne që sa kanë votuar për këtë ose për atjetën, sepse nuk është modeli i hapur. Kështu që ndoshta në qoftë se ka pas idenë për të thënë që zgjedhje lokale duhet të jenë listat e hapura dhe duhen bën ndryshime ligjore në parlament, po ne jemi pro, përshëndesim dhe do të bëjmë çmos që një gjë e tillë të ndodhë. Po nuk kemi pse taktizojmë si njëre një kohë në qeverisjen e kaluar Zaevi para zgjedhjeve të 2021, si kujtohet, kishte një iniciativë që të bëjmë një provë për zgjedhjet lokale me listat hapura dhe pastaj ta shohim a mund ta implementojmë edhe për zgjedhje parlamentare. Kur s'u bëjmë? Gjëri. Argumentimi që nuk është i përgatitur populli ynë, qytetarët tanë për listat hapura, se do të ngatrohesh nuk banë. Nëpërmjet këtij argumenti, lider partish mundojnë që të mbajnë kontrollin për vete në kuadër të partive. Dhe nëpërmjet këtyre deklaratave është fyrja më e madhe që i bën inteligjencës së qytetarëve. Unë jam i sigurt që qytetarët tanë janë shumë më tepër inteligjentë se shumica e atyre që bëjnë politikë. Kështu që nuk e kanë ato problem ta gjejnë opsionin dhe kandidatin që ato e duan, kështu që listat e hapura duhen bë sa më shpejt, dje dhe jo nesër. Qartë, se përket ndarjes së komunave, çfarë kemi të reja brenda frontit? Keni zhvilluar bisedime të reja? Natyrisht jemi në bisedime sipër, momentin që të kemi në gjë, do të informojmë opinionin. Kërkesat nga alianca të cilat janë apo ende nuk e keni definuar? Kërkesat janë u trajtuar me dinjitet, sepse koalicionet funksionojnë kur ka trajtim me respekt dhe dinjitet të ndërsjellë. Dhe ky është mparimi jonë si aliancë. Ако кандидатите за градоначалници, дали веќе се договорихте со По тоа говорив, значи имаше прашање во врска со тоа, ние во моментот кога ќе имаме договор, ќе излеземе со соопштение, во текст сме, преговараме и во моментот кога ќе имаме една одлука, ќе ве соопштиме. Така. Колкав е процентот на тоа што ќе барате кандидати? Во кој смисъл? Градоначалници. Тие се внатрешни разговори сега што се прават, па после ќе ви информирам. За струга? Останува кај вас? Па предпоставувам дека да, сега логично, по логиката на нештата, значи струга останува кандидат да биде на Алијансата за албанците, иначе која би била логиката ние да бидеме во коалиција во еден така наречена коалиција Европски фронт. Може го на албански? Да. За струга? E njëjta na vonë. Të njëjta. Ke njëjta kur e thonin, kujton atë që tha na duka. Isto. Te pyetja për strugën, Ngelet aliancës për shqiptarët. po e natyrshme, pas të logjikës së gjërave. Dhe natyrisht që struga duhet t'i takojë aliancës për shqiptarët, dhe as nuk duhet diskutu kjo. Sepse ndryshe ç'kuptim do të kishte. Kur alianca për shqiptarët në kuadër të frontit. Prandaj, pas nuk diskutohet kjo gjë, po jemi në proces, sepse Fronti Evropian, përveç këtij dimensioni, ka edhe dimensionin tjetër të mbrojtjes
disa kauzave të cilët janë rishfaqur, që për hir të vërtetës shumë vite nuk u rregulluan, dhe kjo është mbrojtja e legjitimitetit. Ka kohë, në momentin që shkilet dhe është prish precedenti, tani kjo duhet rregulluar me ligj. Apo natyrisht kauza e Frontit Evropian është edhe ndryshimet kushtetuese dhe antarësimi sa më shpejt, hapja e negociatave dhe sa më shpejt Maqedonia të kape hapin me Shqipërinë për të antarësuar dhe për të bërë të pjesë e barabartë e Bashkimit Evropian. Natyrisht kauzë e Frontit Evropian, natyrisht që janë edhe disa çështje të brendshme. Në vitin 2001 nuk mjafton vetëm të përmendim marrëveshjen e Ohrit, dhe themi që është një e arrirë e madhe se rregulloi vendimarrjen. Kjo periudhë, gati një vjeçare, ka dëshmuar që s'na qenë ka rregulluar vendimarrja si duhet. Sepse ti e ke rregulluar votimin e dy fish në parlament dhe në këshilla, po ti nuk e pas këtë rregulluar votimin e dy fish në kupolën e vendimarrjes që është gjykata kushtetuese. Kështu që me që u hapën këto precedente, tani duhet rregullu vendimarrja me badanter edhe në gjykatë kushtetuese. Kjo do të jetë garanca që çdo ligj që votohet këtu, nesër mos të mbivotohet vetëm për shkaqe etnike. Për shkak të së drejtës, kush nuk është kundër, po mbi votime etnike, siç ndodhi me balancuesin, ky institucion nuk duhet lejo. Kemi të badenterit se ashtu që kisha plan po nga mendja lidhur me badenterin. Ne shohim se nuk ka badenter sa i përket inspektoratit të gjuhëve. Dje Gleni Mexheti njoftoi se nuk do ta mbështesë, nuk do të japë përkrahje për të siguruar badenter. Alianca për shqiptarët do ju dalë në ndihmë punonjësve të inspektoratit që përfundimisht të marrin paga. Krejt qëndron tek ju si deputet. Unë bashkëndjej me nevojën e këtyre të punësuarve, jo për paga, por për të trajtuar me dinjitet si çdo qytetar. Se në fundit ato punojnë për ato rrogat të cilët i marrin. Por unë jam i bindur që po të njëjtët, jam po njëjtë të përkushtuar që të mbrohet ligji për gjuhën. Më tepër se gjithkusht tjetër, sepse këta e kanë edhe detyrë. Prandaj teza që hidhet në opinion, që kanë ngel pa paga, dhe hajtë tani të bëjmë çmos që t'ju sigurojmë paga, pa mbajt llogari që po dëmtojmë implementimin e ligjit për gjuhën dhe gjuhën shqipe, mendoj që është e ulët nga subjektet politike që e plasojnë këtë pesë. Mendoj që qeveria, nëse don me gjithmonë të gjejë zgjidhje, të mos vi këtu dhe të kërkoj vetëm vot për badenter, po të vi të kërkoj të ulemi dhe të përgatisi një ligj për inspektoratin e gjuhëve, ligj i cili do ta rregullonte njëre për gjithmonë edhe statusin juridik të inspektoratit të gjuhëve, të rregullohet edhe çështja e gjobave dhe denimeve që ky inspektorat duhet t'ju bëjë institucioneve, por realisht nuk e di kjo qeveri sa ka kredibilitet për një gjë të tillë. Sepse nuk mendoj që kryeministrin do duhet ta detyrojë inspektorati i gjuhëve që zbatoj ligjin e gjuhës. Dokumentat nga qeveria vinë në një gjuhë. Betimin që kryeministri e ka bërë, kur është zgjedhur kryeministër, ka thënë që do respektoj kushtetutën, ligjet e këtij vendi. Tani, a nënkupton kjo të gjithë ligjet, apo ndonjë ligj po, e ndonjë ligj jo. Kështu që nuk duhet asesi në dimenzionin e pagave të diskutohet një çështje që është e rëndësishme dhe shumë jetike për një popull, për gjithë qytetarët, dhe kjo është ligji për përdorimin e gjuhëve. Gjuha shqipe, e cila çuditërisht gjatë kohë nuk po trajtohet me dinjitet ashtu siç duhet të jetë, si gjuhë shqipe, edhe në kushtetutë, edhe në ligj.